iftari në Vushtrri i shtruar nga Fondacioni i Rinisë Islame. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falenderojmë Allahun e Madhëshëm, Zotit I dërgojmë gjitha falenderimet, gjitha përuljet. Sotit jemi me mirënjohës për gjitha të mirët që përëndërën. Shumë falenderojmë Allahun që në bërit mundshme me përjetu qasët mira bashkarisht me gëzimet e iftarit. Allahu në bërit mundshme sot që atë hadithin e pejgamberit alayhis që besimtari ka dy gëzime. Njërin kur ulet sofën e iftarit, tjetrin kur takohet me Zotin. Kjo puna e gëzimit se të kemë vërtet një gëzim I shërtum, një gëzim I shtuar, I shumuar, që ka përshkruar edhe pejgamberi alayhis salam. Prandaj sigurisht që falenderojmë Allahun për atë parë që na ka shpëtuar kësaj. Sa për informacion, sepse sigurisht dikur do të na përcjellë në nëpërmjet kamere, jemi në Vushtrri, qytetin e Vushtrris, jemi në xhamin Gazali Bek. Sa për kurreshtje jemi në njërin prej xhamia më të vjetra në Kosovë. Xhami I cilin na falim edhe sot e bënëm iftarin, ka shënime historike që është ndërtuar 1410. Domthonë 2010 kjo xhami ka pas 600 vjet, që në këtë sipërfaqe falen njerëz dhe I vinë Zotit sejtë. Selamu alaikum të pranishëm. Në nëmë Lurzi Bleca, kryetari I Fondacionit të Rinisë Islame. Ne këtu gjatë këtyne ditëve kemi menduar se ku t'i bajmë disa iftare në trojet tona, e ndërto ka qenë edhe xhamia ju, do thotë ju faktikisht. Edhe në shfrytëzojmë rastin në emër të aktivistëve edhe të donatorëve, t'ju falenderojmë edhe për
ardhin në iftar se ka mundësi edhe me thirr njerëz të mos me të ardhur. Ndërsa ju mendoj se keni qenë shumë musafir të mirë, edhe ka qërinis, ma ka marrë meni që ka sinit e Mulla Halin, me Mulla Halinin, po në xhami këtu s'kam qenë kur. Kështu që ju falenderoj për aktivitetet e juaj, për dashamirësinë, për gjitha çka ju punoni dhe veproni për Islamin. Selam alejkum.